Përse nuk duhet ta ndani limonin nga dieta juaj? Limoni përmban një sasi të madhe të vitaminës C, e cila është shumë e dobishme për trupin ton. Në një limon gjenden 31 mg vitamin C. Vitamina C është e dobishme për lëkurën tuaj. Ajo hidraton lëkurën dhe e mban larg rrudhat. Gjithashtu vitamina C tek limoni është e nevojshme kundër të ftohurës, lodhjes, problemeve me tretjen dhe luhatjeve të humorit. Disa studime kanë treguar se konsumimi jo vetëm i limonit, por dhe i shumë frutave që janë të pasura me vitaminën C çojnë në zvogëlimin e rrezikut të prekjes nga sëmundjet e zemrës. Veç vitaminës C tek limoni gjejmë edhe fibra të cilat ndihmojnë shumë shëndetin ton dhe sidomos zemrën. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë ul tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Limonin mund ta shtrydhni me ujë dhe ta pini në mëngjes. Mund ta përdorni në sallatra ose supra, ndërkohë që lëkurën e tij mund ta përdorni edhe në ëmbëlsira.